Përshëndetje të nderuar shikues, ky është edicioni qendror i lajmeve në Radio Televizionin 21. Në 27 vjetorin e fushatës ajrore të NATO-s ndaj objektivave serbe, lider institucionale politik në vend shprehen mirënjohje për këtë ndërhyrje historike në Kosovë, derisa theksuan rëndësinë e ruajtjes së aleancave ndërkombëtare, veçanërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë përvjetor, presidenti Vjosa Osmani thekson rëndësinë e ruajtjes dhe mbështetjes së aleancave ndërkombëtare që sipas saj janë thelbësore për mbrojtjen e lirisë dhe stabilitetit në rajon. Si sot 27 vjet më parë, NATO veproi për të shpëtuar popullin e Kosovës që përballej me shfarosje nga Serbia gjenocidiale, andaj siç thekson ajo, aleancat që mbrojnë lirinë duhet i ruajmë po aq sa vet lirinë. Edhe kryeparlamentaria Albulena Haxhiu ka kujtuar 24 marsin e vitit 1999, ditën kur NATO-ja nisi bombardime ndaj caqeve ushtarake serbe, duke thënë se bombardimet e aleancës ndryshuan rrjedhën e historisë së Kosovës. Gjatë kësaj periudhe, ndërhyrja e NATO-s nga ajri dhe qëndresa e UÇK-s në terren u ndërthurën në një çast përcaktues për Kosovën, ka shkruar Haxhiu në Facebook, duke shtuar se nderojnë me mirënjohje rolin vendimtar të NATO-s, sakrificën e UÇK-s dhe të gjithë atyre që kontribuan për lirinë e Kosovës. Kryeministri Albin Kurti ka përkujtuar 27 vjetorin e fillimit të fushatës së bombardimeve të NATO-s mbi Jugosllavi, duke cilësuar këtë ndërhyrje si vendimtare për ndalimin e gjenocidit dhe spastrimit etnik ndaj shqiptarëve në Kosovë. Kurti në një postim në Facebook ka theksuar se ndërhyrja e NATO-s ndodhi si rezultati sensibilizimit të botës demokratike për tragjedinë e popullit të Kosovës, e cila sipas tij kishte kulmuar gjatë viteve 1998-99. Ai shtoi se pas luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, ndërhyrja ajrore dhe më pas hyrja e trupave ndërkombëtare në Kosovë hapën rrugën për lirinë, ndërtimin e demokracisë dhe shtetformimin. Në 27 vjetorin e sulmeve të NATO-s ndaj caqeve serbe, presidenti Bajram Begaj tha se Shqipëria përgjithmoni është falendëruese Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve të saj të NATO-s. Begaj në një postim në Facebook shkruan se sulme ndaj regjimit shtyps të Miloševićit sollën lirinë në Kosovë dhe paqen në rajon. Në këtë përvjetor, kryetari PDK-s Bedri Hamza ka thënë se më 24 mars 1999 bota intervenoi për t'i ndalur masakrat dhe krimet sistematike të regjimit të Miloševićit ndaj popullit ton. Ai ka thënë se në përvjetorin 27 nisjes së bombardimeve të NATO-s ndaj caqeve ushtarake të Serbisë, i nderojmë heronjt, dëshmorët dhe martirët e luftës dhe i falenderojnë të gjithë ata që qëndruan në anën e së vërtetës. Ai ka thënë se mirënjohja për NATO-n është e përjetshme sepse ato ditë vendosën fatin e Kosovës dhe ishin vendimtare në rrugën drejt lirisë. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku ndërkaq ka propozuar që 24 marsi të kthehet në datë kombëtare të Republikës në përkujtim të ndërhyrjes së NATO-s në vitin 1999, duke cilësuar këtë moment si një nga kthesat më të rëndësishme në historinë moderne të vendit. Në këtë përvjetor të fillimit bombardimeve të NATO-s, Abdigjiku theksoi se 24 marsi shënon ditën kur përpjekja e popullit Kosovës për liri kaloi kufijt kombëtar dhe u bë pjesë e ndërgjegjes ndërkombëtare. Në 28 vjetorin e epopesë Dugaxhinit me homazhe e manifestim përkujtimor në kompleksin memorial në Glogjan, u nderuan dëshmorët Him Haradinaj dhe Gazmend e Agron Mehmetaj. U tha se betejë e Dugaxhinit ishte një nga më të rëndësishmet të luftës lirimtare të historisë armatosur dhe rezistencës shqiptare në Kosovë. Generali i zonës operative të Dugaxhinit, aktualisht kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, riktheu kujtimet e kaluara në luftë. Haradinaj përmendi edhe bombardimet e NATO-s, duke theksuar se nuk do të harroj kurrë gëzimin në fytyrat e shqiptarëve. Kishte kalu një kohë gjatë në përpjekjet tona me mritje një organizim që një ditë mu përballë me Serbinë. Pa ishin disa vjet përpjekje. Edhe këto përpjekje nuk kishin shku krejt me sukses. Kishte ndodhur janari i dhimbshëm i Zahir Pajazitit, i Hakifit, i Edmondit. Kishin ndodhur ngjarje tjera më herët. Kishte ndodhur maj 97-s i Luanit.
kishte ndodhur vrasja e Erdian Krasniqit, kuptohet që këja kishte marrë sulmet e veta dhe kishte disa dëshmi se ekziston që është e fortë, por nuk kishte shku as mirë lufta jonë. Aksioni i përgjithshëm i shtatorit në atë shtat ishte një dëshmi e jona. Dhe në këtë rrugtim tonin, deri në përballjen e parë, Serbia mori iniciativën. Pra nuk arritëm ne me kriju një përballje në bazë të planeve tona, por Serbia mori iniciativën, edhe pas disa përpjekjeve që kishte bën prekaq se nuk ishte sulmi i parë, pas rëqaku dhe Ligoqanit ndodhi përballja në prekaq. Një përballje e cila vërtet është unike, edhe nuk ka tjetër, edhe s'mund të krahasohet asgjë me këtë përballje, me këtë luftë, me këtë betejë. Ishte bukur bare rënd për Gloxhanin, në këtë rast edhe për ne, edhe për mu, si do të shkonte përballja e radhës. Për shkak se ne ishim identifikuar më herët, ose Serbia e di kush jem. Kryetari i komunës së Gjakovës, Erdian Gjini, vlerësoi se nuk janë heronj vetëm ata që kanë dhënë jetën për liri, por edhe ata të gjallët që ndihmuan për këtë ditë, duke vënë theksin e veçantë për ndërhyrjen e NATO-s. Mos harroni që herojt tonë gjallë, edhe nuk është klishe kjo me e përsërit, herojt tonë gjallë nuk janë veç njerëzit tonë që kom me i përmend tash. Herojt tonë gjallë kanë qenë edhe ata që kanë fluturuar në qiell. Edhe ata janë herojt tonë. Ata janë herojt tonë se i kanë bombardu armiqt tonë që kanë dashur me xhbo këtë popull. Ata që kanë marrë flamurin amerikan, edhe jo vetëm amerikan, po edhe britanik, edhe gjerman, edhe francez, edhe danez, edhe belg, ata i kanë marrë ata flamuj, janë edhe ata herojt tonë përpos njerëzve tonë. Edhe gjallët janë heroj. Heroj janë njerëzit që fundit nuk janë fsheh, nuk kanë ikë, nuk kanë prit dikush tjetër me i kry punë që o duhet me i kryna. Ata kanë vendos vetë me i kry punë e kombit. Edhe generali i ushtrisë shqiptare Kudus Ilame e vlerësoi përballjen në Gloxhan me Serbinë si një nga qasjet më të rëndësishme të luftës çlirimtare, që sipas tij shënoi një kthes të rëndësishme në rrjedhën e luftës së UÇK-s. Për të kujtuar një nga momentet më domethënëse të luftës sonë çlirimtare, një nga qasjet më të rëndësishme të historisë së rezistencës së armatosur shqiptare në Kosovë. Përballjen e lavdishme në Gloxhan me 24 mars 1998. Një përballje që nuk ishte thjesht një betejë ushtarake, por një provë e madhe e karakterit, e guximit dhe vendosmërisë së popullit shqiptar për liri. Një ngjarje që shënoi një kthes të rëndësishme në rrjedhën e luftës çlirimtare. Kujtojmë sot një betejë që në historinë e luftës çlirimtare të Kosovës zëvend të veçantë. Kujtojmë një moment kur përballë një makinerie të fuqishme ushtarake qëndroi një grup luftëtarësh të vendosur, të cilët nuk kishin as epërsi numerike, as epërsi në armatim, por kishin diçka shumë më të madhe, besimin në drejtësinë e kauzës së tyre dhe vendosmërinë për të mos u nënshtruar. Kjo nuk është vetëm një ditë kujtimi, kjo është një ditë reflektimi për historinë tonë. Me mirënjohje për meritat e jashtëzakonshme, me këtë rast u nderuan edhe generali Kudus Ilame dhe kreu i AK-s Ramush Haradinaj. 28 vjet më parë në Gloxhan u zhvillua betejë frontale mes UÇK-s dhe forcave serbe, të cilat e kishin rrethuar këtë fshat, me qeras rëndësishmor Him Haradinaj dhe gazmend e Agron Mehmetaj. Dalemi tani tek zhvillimet në skenën politike. Gjykata kushtetuese ka hyrë në fazën finale të shqyrtimit të kërkesës së kryeministrit Albin Kurti edhe deputetëve të LVV-s për kushtetueshmërinë e dekretit të presidentës Vjosa Osmani për shpërndarjen e kuvendit. Në kushtetuese thonë se po shqyrtohen pretendimet e palës kërkuese. Dërsa njësit e kushtetutës thonë se partitë politike nuk duhet ta shohin këtë institucion si mekanizëm zhbllokimi.
Ndërsa kanë mbetur edhe 7 ditë derisa gjykata kushtetuese duhet të marrë vendim lidhur me dekretin e presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e kuvendit. Ky institucion ka hyrë në fazën finale të shqyrtimit të kushtetueshmërisë së këtij dekreti. Sekretari i përgjithshëm i gjykatës kushtetuese Veton Dula tha se vendimi do të merret pasi të shqyrtohen aspektet kushtetuese të pretendimeve të ngritura nga parashtruesit e kërkesës. Kjo lëndë është duke u shqyrtuar. Vendimi do të merret pasi të shqyrtohen të gjitha aspektet kushtetuese të pretendimeve të bëra në kërkesë nga pala parashtruese në përputhje me kushtetutën, ligjin për gjykatën kushtetuese dhe rregullorën e punës së gjykatës. Derisa të gjitha partitë politike janë syevesh tek gjykata kushtetuese dhe vendimi i saj, Instituti i Kosovës për Drejtësi vlerëson se është gabim i partive politike që ta shohin gjykatën kushtetuese si adresën e vetme për zgjidhjen e të gjitha mosmarrëveshjeve politike për çështjen e presidentit. Melos Kolshi nga ky institut vlerëson se çelësi kryesor është tek partitë politike për të gjetur një marrëveshje për një kandidat konsensual. Gjykata kushtetuese është parë si një adresë për zgjidhjen e çështjeve apo problemeve politike mes subjekteve politike dhe se ne si Instituti i Kosovës për Drejtësi vlerësojmë që gjykata kushtetuese nuk do duhet që të shihet si një mekanizëm debllokues i problemeve të cilat i kanë partitë subjektet politike mes vete. Ndërkohë, analistja politike Arta Tahiri tha se zgjidhja e bllokadës për zgjedhjen e presidentit të ri është në vullnetin politik. Ajo i quan teke partijake dhe politike të gjitha kërkesat që gjykata kushtetuese ta zgjidh bllokadën për zgjedhjen e presidentit. Është kryekuput vullneti i partive politike për të mos koordinuar apo për të mos bërë një koalicion për të nxjerrur Kosovën nga një situatë e tillë. Sidoqoftë, tashmë jemi në një situatë e cila duhet pritur një vendim të gjykatës kushtetuese. Jemi mësuar tashmë ja kemi marrë dorën që për çdo teke partijake që mund të kenë partitë politike të dërgojnë do të thotë për interpretim çdo vendim në gjykatën kushtetuese. Megjithatë, njohësit e kushtetutës dhe analistët politik vlerësojnë se gjykata kushtetuese do ta qartësojë rrugën për partitë politike për zgjedhjen e presidentit të ri, sikurse kishte qartësuar në disa raste për konstituimin e kuvendit dhe për formimin e qeverisë. Gjykata kushtetuese në momentin kur të merr vendim, ai vendim të respektohet dhe të mos vihet në dyshim kushtetutshmëria apo zbatimi i atij vendimi. Ky rast besoj të sqarojë jashtëzakonisht mirë me vendimin e gjykatës kushtetuese e cila është do thotë e padiskutueshme pastaj dhe për të kuptuar se cila do thotë mund të jetë rasti edhe në të ardhmen kur mendohet të kenë ngërçe të tilla në rastin e zgjidhjes së presidentit. Gjykata kushtetuese gjendet përpara 2 skenarëve mbi të cilët do të marrë vendimin e saj deri me 31 mars, sa i përket dekretit të presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e kuvendit. Ta shpall dekretin e presidentes kushtetuese duke konstatuar se presidentja ka vepruar brenda kompetencave të saj për shpërndarjen e kuvendit dhe automatikisht vendi shkon në zgjedhje brenda 45 ditësh. Në rastin e dytë, nëse dekreti i presidentes shpallet jo kushtetues, atëherë ai anulohet dhe kuvendi konsiderohet ende funksional për të vazhduar punimet aty ku kanë mbetur, duke i dhënë afat 60 ditë deputetëve për zgjedhjen e presidentit të ri. Presidentja kishte nxjerrë dekretin për shpërndarjen e kuvendit me 6 mars, një ditë pasi deputetët dështuan ta zgjedhin presidentin e ri, brenda afatit kushtetues 30 ditor. Presidentja Vjosa Osmani ka mohuar zërat se ka nisur fushat në kuadër të vizitave në qytetet e Kosovës. Këto vizita ajo i quajti takime falenderimi për përkrahjen që është dhënë nga qytetarët gjatë mandatit të saj. Pra nuk po realizoni fushat në kuadër të vizitave. Falenderoj qytetarët për përkrahjen, për dashurinë që na kanë dhënë, për faktin që kanë qenë pranë nesh çdo ditë për çdo këtyre 5 viteve, edhe për ndërrin e madh që ma kanë dhënë që t'i përfaqësoj ata brenda e jashtë për gjatë këtyre viteve. Thjesht janë takime falenderimi siç i po edhe shumë prej këtyre që sapo i patëm këtu. Ndërkohë, presidentja Osmani është drejtuar gjykatës kushtetuese për të sqaruar çështjen e emërimit të anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Sipas kabinetit të Osmanit, janë bërë më shumë propozime nga grupet parlamentare se sa që parashikohet me kushtetut, prandaj duhet sqarim për këtë çështje para se të procedohet tutje. Lëvizja Vetëvendosje ka propozuar 3 kandidat për përfaqësim në KQZ dhe rrjedhimisht ta lë PDK-n me vetëm një anëtar në këtë institucion. PDK paralajmëron ankesë të kushtetuese.
Kërkesa e lëvizjes vetëvendosje për t'i pasur 3 antarë në Komisionin Qendror Zgjedhor ngjalli dilema tek presidenti Osmani. Për këtë çështje, Osmani dorëzoi një kërkesë për sërim në gjykatën kushtetuese. Në rrethana aktuale janë bërë me shumë propozime nga grupet parlamentare se sa parashikohet me kushtetut. Prandaj duhet ta sqarojë këtë çështje gjykata para se të vijohet tutje. Kërkesën për sqarime kushtetuese lidhur me numrin e antarëve të KQZ-s e ka konfirmuar edhe gjykata kushtetuese. Ndërkohë, ndaj këtyre zhvillimeve ka reaguar Partia Demokratike e Kosovës, e cila rrezikon ta humbas një mandat në Komisionin Qendror Zgjedhor. Vendimi i fundit i presidentes Osmani për mosemërimin e antarit të dytë Partisë Demokratike të Kosovës në Komisionin Qendror Zgjedhor të zgjedhjeve është cenim i kushtetutshmërisë, demokracisë dhe zgjedhjeve në Republikën e Kosovës. Në fund mandatit të saj, në vend se atë lëndë ndonjë shenjë të mirë në postin e parë së shtetit, Osmani ka vendosur që të mos e respektojë kushtetutën e vendit, por as praktikën e mëhershme institucionale të ndjekur edhe nga vetë ajo. Një kërkesë të ngjashme lëvizja vetëvendosje e kishte paraqitur edhe në vitin 2021, gjë për të cilën presidenti Osmani kishte kërkuar sqarim nga kushtetuesja, kërkesë e cila ishte hedhur poshtë si e papranueshme për interpretim. Avokati Ardian Bajraktari vlerëson se as kësaj radhe kushtetuesja nuk do ta marrë përballë kërkesën e presidentës. Gjykata kushtetuese nga viti 2018 e këndej e ka ndryshuar standardin e trajtimit të çështjeve në formë të tillë, sepse nuk duhet parë dhe kuptuar gjykatën kushtetuese si mekanizëm këshillëdhënës për institucionet përfshirë edhe presidentin e vendit. Një qëndrim i ngjashëm i kushtetueses për të mos marrë në shqyrtim kërkesën e Osmanit përshihet me shqetësim nga Partia Demokratike e Kosovës. Pas datës 4 prill në postin e parë së shtetit do të vendosë si ushtrues detyre presidentit Albulena Axhiu, një person me bagazh të madh antikushtetues dhe antiligjor, e cila sigurisht është e gatshme për kapitalizimin e shkeljes së rrallës së kushtetutës së Kosovës dhe të vendosë në mënyrë arbitrare QPD-s mos i takojë drejta për përfaqësim në KQZ me 2 antarë, duke na detyruar kështu që të drejtohemi gjykatës kushtetuese, e cila derisa do të trajtonte juridikisht çështjen lëvizja vetëvendosje praktikisht do të bënte një mori shkeljesh dhe abuzimesh në organizimin e zgjedhjeve. Presidenti Osmani u raportua se ka nxjerrë dekret për emërimin e 9 nga 10 antarët e ri të KQZ-s. Nga lëvizja vetëvendosje u tha se ka dekretuar 2 antarë, Alban Krasniqin dhe Violeta Salihun, duke lënë në pikpyetje Njazi Isakun, ndërsa nga PDK ka dekretuar vetëm Ilir Gashin, por jo edhe të propozuarin e dytë, ish deputetin Rashid Çalaj. Aktualisht në kuvend janë 4 grupe parlamentare shqiptare. Kushtetuta përcakton se 6 ulëse në KQZ u takojnë 6 grupeve më të mëdha parlamentare, respektivisht subjekteve politike shqiptare, e 4 të tjera për komunitetet. Ish antari i KQZ-s Blerim Burjani thotë se kjo formule e ulëseve duhet të respektohet, ndërsa vendimi për shtimin e ndonjë antari është në diskrecion të presidentës. Formula shumë e thjeshtë është 6-4-1, 6 vijnë te partive shumicë shqiptare, 4 vijnë minoritete dhe 1 vjen nga gjykata themelore që është kryetari i Komisionit Qendror Zgjedhje. Derisa nuk dihet epilogu i përfaqësimit të lëvizjes vetëvendosje dhe PDK-s në KQZ, tashmë është bërë e ditur se në këtë institucion lidhjen demokratike edhe për një mandat do ta përfaqësojë Sami Hamiti, ndërsa aleancën Muharrem Nitaj. Dalemi tani tek një çështje problemore të ditëve më të fundit. Çmimi i naftës, i cili ka shkuar në 1,79 euro për litër, ka reflektuar në shtrejtimin e biletave të disa linjave të transportit ndërurban. Derisa shoqata e transportit publik arsyeton ngritjen e çmimit, qytetarët e shohin si abuzim. Derisa e gjithë bota po përballet me pasojat e luftës në gjirin persik, veçmas me furnizimin dhe çmimin e naftës dhe derivateve të saj. Sot çmimi i naftës në tregun e Kosovës ka arritur në 1,71 euro për litër. Qytetarët shprehen shqetësim për këtë shtrejtim të karburanteve. Tham drejtën me këtë paga shumë shkurt, se kemi edhe gjatë. Veç të rritje që është bërë jo veç e naftës e benzinës, po të gjitha produkte tjera. Nuk e di ku jem të shkuna me këtë qeveri, me këtë edhepsi. S'ka ullje taksa, s'ka kërgjon ngritje çmime për ditë, na veç më dërzu, s'kem të dërëtare. Unë së po dëgjoj këtë shtetet tjera kanë ullë taksën, vetë në shteti unë që s'ka ullë taksën. Këta do të me ndërmarrë dëshka. Unë jam të e pa veç jam të e shkel këtë popël, deri kur kështu se di.
Shtetit të kontrollu, se janë shumë të papërballueshme. Ndërsa nga shoqata e naftarëve kërkojnë nga qeveria që t'ia largojnë TVSH-n. Sa i përket krizës a kemë në vendin tonë, nuk ka krizë akoma, po pritet ketë krizë. Qeveria jonë do të ndërmarrë sa më parë, ta hjek TVSH-n. Ne ju kemi drejtuar sot me shkrim dhe me shpresë jesëm se kryeministri Kurti do të ndërhyn ku te qytetari ndërhyn direkt me heqja e akcizës për nafta. Naftë të mjaftueshëm nuk ka. Prandaj gjithmonë duhet të mendohet se nafta o krizë botnore, globale. Dhe ne patëm një takim me ministreshën Kusari Lila, ku në atë takim i shqyrtuam gjitha këto probleme dhe presim me shpresë se kryeministri Kurti do të ndërhyn heqjen e akcizës ose TVSH-s. Në Aleancën Kosovare të Bizneseve thonë se Kosova nuk ka rezerva shtetërore sikurse vendet e tjera, andaj kërkojnë që qeveria të bëjë një projekt të përkohshëm që të mos dëmtohen konsumatorët. Qeveria është e vonuar për të bërë diçka shpejt, por mund të bën për të ardhmen, sepse rezervat shtetërore ashtu siç po i qesin shtetet e tjera, Kosova nuk ka vetëm për 3-4 ditë rezerva shtetërore dhe mund ta zbutë çmimin për një kohë të caktuar. Prandaj bizneset e Kosovës bëjnë blerje sot për nesër dhe nuk kanë rezerva. Prandaj çdo rritje ndikon drejt për zëti në rritjen e çmimit në Kosovë të derivateve të naftës dhe të energjisë. Rritja e çmimit të naftës ka bërë që të shtrejtohen edhe biletat e autobusëve, pasi karburanti është një nga kostot kryesore të transportit. Çmimet e reja do të hyjnë në fuqi nga sot dhe do të aplikohen nga të gjithë operatorët. Oda ekonomike e Kosovës ka paralajmëruar rritje të çmimeve të produkteve ushqimore nga java e ardhshme si pasojë e shtrejtimit të naftës. Kryetari i Odës Lulzim Rafuna tha në horizontin e mesditës se situata është shqetësuese dhe se duhen masa urgjente nga shteti. Zoti Rafuna, si po jetojnë sot qytetarët me këtë valë të ngritjes së çmimeve? Po, edhe ne jemi pjesë e qytetarëve dhe ne jemi duke pa që çmimet e derivateve të naftës po rritën çdo ditë. Ndjen sot çmimin që nuk e kemi pas dje. Dhe kështu me radhë, padyshim që kjo ndikon në rritjen e të gjitha çmimeve tjera, të gjitha produkteve tjera. Japi shohim që edhe sot çmimi i biletave për autobus ka filluar të rritet, ndërkohë nuk përjashtohet mundësia që javën ardhshme të kemi lëvizje të çmimeve të produkteve tona vendore, për shkak se çmimi i derivateve të naftës është kosto operative për çdo biznes që ofron ose që prodhon Kosovë ose që ofron shërbime. Dhe padyshim që këto do të kemi edhe një rritje, do të kemi edhe një inflacion të ri, sipas dhënave zyrtare të Agjencionit Statistikave të Kosovës, muajin shkurt e kemi mbyll me një inflacion prej 6%, që është një inflacion shumë i lartë, më i lartë krahasu edhe me vitin 2025, kështu që situata është shumë shqetësuese. Ne si Oda Ekonomike e Kosovës ju kemi drejtuar para 10 ditë Qeverisë Republikës Kosovës me kërkesë publike që të ndërmerr masa ose ta ulë ose ta largoj tatimin e akcizës ose tatimin e vlerës së shtuar ta ulë ose ta largoj përkohësisht në mënyrë që të veprojë me masa fiskale si hapi i parë, po duke parë situatën se si po zhvillohen, nëse ka nevojë të ndërhyet edhe me një paketë mbështetëse të sektorëve konkret që nuk e dëmton ekonominë tonë ose nuk e ul standardin njësor qytetarëve të Republikës Kosovës. Po sa mendoni se do të mund të jepë një efekt të masa që ju po i përmendni dhe a mendoni që është çështje urgjente që këto kërkesa tuaja të shqyrtohen nga shteti? Po kjo ka qenë dhe është çështje urgjente, u dashur shqyrtu para 10 ditë, sot ish dashna me bisedu për paketën e dytë mbështetëse, për shembull sektori i transportit, ja shikoni biletat. Këtë rast këto e paguajnë qytetarët të Republikës Kosovës këtë ngritje të çmimit të biletave, ose transporti rrugor për bartjen e madrave, se ne nuk kemi transport e korridor ende, ose transport detar, nuk kemi se s'kemi det. Mirë po të transporti rrugor duhet qeveria mi subvencionu që mos me pas ne ndikim në ngritjen e çmimeve, se edhe çdo lëvizje në transportin rrugor padyshim që ndikon edhe në ngritjen e çmimeve. Për këtë arsye sot ish dashur me bisedu për sektor, për shembull bujqësia, për marr prapë si shembull. Kemi hyrë në sezonën e pranverës ku bujqët i punojnë arat me
me derivatet të naftës. Do të sjell pasoja kjo edhe në të mbjella? Po do të sjell shumë pasoja dhe në konflikt që si vjet, do të jetë shumë sipërfaqja e tokës nuk do të jetë e punueshme ashtu sa ka qenë përpara për shkak se kostoja e punimit të tokës do të jetë ose prodhimit të produkteve bujqësore do të jetë shumë e lartë se sa ta importosh. Çka nën kupton për ekonominë e Kosovës vazhdimi i konfliktit SBA e Izrael me Iranin? Po ne jemi të mvarur nga importi, siç e thashë, prodhimin e kemi shumë të pakt dhe shumë të vogël. Do dëmtohej me tutje? Padyshim që po, se nëse mbyllet ngushtica e Hormuzit ku qarkullon rreth 20% e tregtisë botërore të derivateve të naftës dhe energjisë, ndërsa ju zyrtarisht thuhet që është 30%, atëherë çmimi i këtyre i energjisë elektrike dhe i derivateve do të rritet, po edhe kosto e transportit do të rritet. Një zyrtar doganor është kërcënuar të hënën nga përfaqësuesi një prej subjekteve të mëdha që operojnë me tregtim me shumicë e pakicë të derivateve të naftës, ka njoftuar dogana. Dogana e ka dënuar këtë akt, teksa ka njoftuar se kërcënimi ka ndodhur kur dogana ka ndërmarrë verifikime zyrtare lidhur me një kontingent me derivate për të cilat janë evidentuar elemente të dyshemta në dokumentacion përfshirë parametrat e transakcionit dhe vlerën që shërben si bazë doganore për llogaritjen e detyrimeve doganore. Po ashtu ka njoftuar se rastin e ka paraqitur në organet kompetente. Çdo përpjekje për të friksuar, penguar apo ndikuar në zyrtarët doganor gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare përbën sulm të drejtë për drejtë ndaj rendit ligjor, autoritetit të shtetit dhe funksionimit të institucioneve publike. Kërcënimet të tilla janë absolutisht papranueshme dhe nuk do të tolerohen në asnjë rrethan, thuhet në reagim. Ministrja e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Fitore Pacolli nënshkroi një vendim urgjent për vendosjen e rendit dhe ligjshmërisë në këtë sektor, me theks të veçantë për gurthyesit në vend. Vendimi obligon të gjithë operatorët e gurthyesve që në mënyrë të menjëhershme t'i nënshtrohen procesit të verifikimit të plotë të pajtueshmërisë ligjore, teknike dhe mjedisore. Kësaj operatorët obligohen që brenda 15 ditëve t'i përgjigjen kërkesës së ministrisë, ndërsa bëhet e ditur se ky afat është i padiskutueshëm dhe mosdorëzimi i dokumentacionit me kohë rezulton me humbjen e të drejtës për shqyrtim administrativ, si dhe aktivizimin e menjëhershëm të inspektimit të jashtëzakonshëm në terren. Vendimi vjen pas vlerësimit se për vite me radhë, malet dhe pejsazhet e Kosovës janë dëmtuar nga shfrytëzimi shpeshherë i pakontrolluar dhe përtej lejeve nga veprimtaria e gurthyesve, thuhet në këtë njoftim të ministrës Pacolli. Me emrin e Rugovës lidhet shumë mendimi modern me letërsinë shqiptare dhe kulturën moderne, teorinë dhe jetën nacionale. Kështu theksua në tryezën shkencore Ibrahim Rugova, mendimtari dhe prijesi të organizuar nga Instituti Albanologjik i Kosovës. Sekretari i Institutit Albanologjik Adil Olluri tha se kjo tryezë nderon institutin por edhe veprën studimore dhe letrare të doktor Ibrahim Rugovës. Jemi shumë krenar që kemi arritur ta realizojmë një tryezë shkencore në shenjë të nderimit profesional, kolegial dhe shoqëror për një figurë madhore. Me organizimin e kësaj tryeze e kemi nderuar veten edhe spori veten, pastaj veprën studimore dhe letrare, si dhe veprimin intelektual dhe shoqëror të Ibrahim Rugovës. Studiusja Alban Mehmetaj Kaçandolli tha se emri Rugovës mbetet ende fushë studimi dhe reflektimi. Me emrin e Ibrahim Rugovës lidhet shumë mendimi modern në letërsinë shqiptare, mendimi për letërsinë dhe kulturën moderne, teorinë, por edhe për jetën nacionale. Ibrahim Rugova ishte për njeriun e pamvarur, për njeriun i cili nuk imponohej kufive të shoqërisë. Emri Ibrahim Rugovës mbetet ende si fushë studimi dhe reflektimi në të cilën bëhet bashkë dimensioni estetik që nëpërmjet disa kumtesave të shpërfaqet ose të ndryshohet emri i tij në aspektin e dietarit.
Ndërkaq, profesori dhe publicisti Milazim Krasniqi vuri në pah librin e tij Sekretet që la pas Rugova, për të cilin tha se ka trajtuar profilin intelektual dhe politik të Rugovës në mënyrë më autentike. Ai trajtoi si temë aktivitetin e Rugovës në shoqatën e shkrimtarëve të Kosovës dhe veprimtarinë e tij publike e politike. Ata që kanë lexuar kanë të qartë që në atë libër kanë ndërtu profilin psikologjik, intelektual dhe politik të Rugovës në mënyrën më autentike të mundshme, ashtu që shaj në fakt ka qenë, jo ashtu që shaj imagjinohet se ka qenë, për shkak të afërsisë me cilën kam qenë me të prej vitit 1988 deri në vitin 2000, kur unë jam larguar nga politika. Për sot kam marrë me shtrajtu vetëm një segment që ka të bëjë me aktivitetin e Rugovës në shoqatën e shkrimtarëve të Kosovës, aty ku ka filluar veprimtarinë publike dhe politike, dhe nga cila në fakt ajo bën një lider i madh. Selia e shoqatës e shkrimtarëve të Kosovës me 16 shkurt 1988, kur Ibrahim Rugova u zot kryetari i saj, baraka ishte e kapluar nga lagështia me ndriçim të dobët, nga se dritarëve të saj të vogël azinte dritën ndërtesa hierond e policisë së shtetit dhe shërbimit sekret Jugoslav UDB, e cila ishte vetëm një 30-40 metra larg. Në atë kompleks ndërtesa shtetërore, bashkë me policinë dhe me shërbimin sekret ishte edhe ndërtesa burgut të Prishtinës. Ibrahim Rugova ishte një nga figurat më të rëndësishme politike dhe letrare shqiptare të shekullit të 20, veçanërisht në Kosovë. Ai njihet si udhëheci kryesor i lëvizjes paqësore për pavarësinë e Kosovës dhe si një intelektual i shquar. Për informacionet më të fundit, klikoni në adresën tonë të internetit rtv21.tv. Mirëmbëngjes.